Hajde, lëvisni. Po të rriqemi zoti Gamber. Është një tërheqje e përkohshme. Gjermanët nuk u erdhën për forcimet. Po ti përse mi këllën forcat? Nuk kemi të bënim. Nuk duhet të rriqen, e kupton. I keni marrë gjitha masat? Po. Shpejtoni. Asgjë nuk duhet të bjerë në duart e tyre. Si urdhër. Kjo gjendje disa orësh. E shumta një ditë ose dy. Kartonetën e troqet gjithë? Po, gjithë e troqet. Jeni njëri që të mos njallë dyshim. Shpejtoni. Edhe atë kemi gjithë. Ja ku është. Në rregull. Gaço. Merrni këta gjerman, futini në lumë e nxirrini më ata. Si urdhën. Hajde në djema shpejt. Të plagosuni në spital. Si urdhën. Gaço në majnduan. Po ti sigur. Ma jep. Erdhe djali Shamiko. Ishte normali, Sta mos unë? O Gaço. Tek zjarrja. Gaço. Ti je Gaço Sopolli? Unë jam Orbirozer. Jam Hadar janë të këshillit, në kërkojnë. Në thanë, Orbirozer, në thanë. Që na hoqin ne nga kompania, thuaj. Që nga i mërzitur, Këtu lëvon pushka komor të shamja. O, Amsa! Urdhra, Gaço. Hajde. Ja, ky shoku dhe unë jemi. Hajde. Ti, Iqbal, do të marrësh edhe disa shoqe të tjera aktiviste dhe do t'interesoheni për larjen dhe qepjen e teshave. Më mirë do t'ua thot kjo shoqja partizan. Shkon. Si do të bëjmë atë punën e rojeve, shoku komandant? Rojët vendosen atje ku thamë. Po, i vendosen. Edhe i thuaj Kozmajt, të mos prekin që me dorët e vendoserm. E mor Gaço si shku. Fondet të minuara, ushqimet e lëbuara. Po që na hoqet ne nga kompania o shokoto. Hajde, nisu të. Na thanë ashtu për punit e dense. Ç'thua mor djalë? Si për punit e dancë?
Po nesër qyteti këtu duhet këndoj. Edhe ashtu do të bëhet. Punë e madhe. Goxha punë e madhe. Se bëma ki që nesër dyqanet jenë të mbyllura. Po do more njeriu të marrin ca bukë, edhe furat nuk kanë. E më the të thashe. Se ushtëria edhe populli duhet furnizojnë me bukë. A se është pushteti i popullit kë? Dhe çdo gjë duhet shkoj sat. S'ki merak. Hajde. Që këtej do të nisi morgaq. Ja kështu si me punin tendencë. Pse rin zortë? Jo, më po. Njëri i popullit. Do ta heqësh një herë. Jo, e kam gojën helm. Të hahet o i zi, prandaj e ke nga uria. U vrave nëna? U vrava o djale, shtë të them nëna. Po bëm rap pika derda dhe mjellin, më hangër të morë. Qau me nëna, qau, pas ke që bën mjellit. Do të bëje kulaq me në, Sa të miri bëni ato kulaqe, pa. Kam miqo djale për darkë, kam 4 partizan nëna. Do të vim edhe ne. Të vini, ja këtu afër e kam shpinë. Do të vim. Po të epsin. Ja, e kam unë me nene, kam unë. Faleminderit o birë. Pa do të bje me ca mjelle, ja sa tapet fura. Ka nëna, ka edhe për ju, pa hajde. Hajde të përcjell. Sa vonuan edhe këta. S'di mos për centralin, do të ndreqet ajo. Dhe ke fashizmin. Se paru në gjora dhe urësu. S'di si do jenë edhe njerëzit e mi nga shtëpia. Mirë do t'i kish. Mirëmbrëma, dhe ke fashizmin. Mirë mbrëma. Mirëmbrëma. Kur ishim atë revurere, nëna mu duke lodhur. Për një vit ishte plakur shumë. Ajo nëna jote, pale babaj, ke prindër të dashur do, më pëlqenjë të dy. Pa kishit atë lofatën për para shtëpisë i kishte qelur. Qelin të parat bashkë me bajamet. A më shok, a u lodhët, a u mërzitët. Po fillon dhe kjo uruar shi. E mërtjem. Si u ka që gjaju, mire? Mirë. Onor që kuatër, ja dhe kjo punu për. Dhe moj pike zezë, thuaj. Ti Gjasule bëju gati pa të të rregullojmë, them. Po marrë me vete dhe gaqo me Hamza, themi shpejt. Sa për këshu, mirë isha në shpi. E po vina dërit, thot, ka urduar Këshilli Nacional Shqiptar të vishtar furën. Që nga mërzitur, Gjëgja. Nësë në rëndohet pse e prishëm pak gjumë. Po, ta marrë me kef. Jo, mos e do këdi Gjëgjan me tila fjallë. E djallë. Se ka kohë që nuk është më furë kjo. Millin, po, e mori Gjermani, thonë. E mill nuk ka. Me set nga tuet. Hërë, me set nga tuet. E këshu e në punës. Nuk po hajtë në furë, ja edhe, së të bëj. Apo të bëj sirë, me do patë ndorë. E më thua, më së mërësitë. Më prishet Gjaku, më prishet. Slavos. Gjaku e më prishet. Gjorgjës, jemi shtëpi e rene. Dhe do të nisim çdo gjë për spari, po për së mbari. Si thuat? Do ta bëjmë të gjitha bëjmë.
Ndryshe të thonë njerëzit pasaj që zbritën ca nga mali edhe nuk din të qeverisin vendin. Se ne jemi qeveri e popullit. Ja, e joti, e ime. Ti durojmë të llafet? Po, ty ta kam llafin dhe unë mërë djallë, ndaj më vjen inat. Si ta qeverisim këtë furë ku nuk ka miell? S'ka më miell. Ti vërtet thua që nuk ka miell? Hajde gjeje! Si hajde gjeje? Ja, kështu si të thash, hajde gjeje! Si ta këmileti këtu që të gjallë ta djegës është pak. Po le më mllafos për kokë të ne. Tani kemi ca tërës. S'ka zdru. Ja, në ca kërcuja dhe, po si qaj do? O, Dino Gjani, Dino Gazi. Po si ta roa afaret ju? Pse nuk e alë nga shpi e Gjasulës ti? Pa mere nazo e shkone i shpi se kemi njerë sonde. A pa se i vogël ti? Jo, Dori. Po jo, dhe se kemi miq, kemi gjagjatë dërin, pa kemi këta shokët partizan. Hëkas? Jo, Dori, mua me nazo më ka thirë këshili. Amore, e po mirë, me të ka thirë këshili, mirë. Ja, këto janë. I qa ju në këtë gjëgja? Sopatën ku e keni? O, Dino, pas zina sopatën, hëkas. Mirë. Si ta thonë emrin o birë? Haudo. Ma këzofsh. E nga të kemi. Nga fshatrat jam, andej lartë. Ja. Janë ca të mëdhej, po të thash këto kemi nësh. Do t'i qaj mërë gjëgja, vetëm ti mos mërësit. Për dire quarove, gjete ajo. Nuk shë do. Që dire me dritat, na e prishin centralin të malkuarit, Gjermanët. Atë vetet marrë një lamë? Po, qabi. Silen ca vajguri, hëm pa qoratën. Vajzën të ndeke? E jo, Anderbardh. E kam qup në një mikut. Jetë time. Në fillimi është dike emë. Pastaj dhe i ati, e i bërari gjati të zotit furrës për djalin. Të vit hajnë ka fshatë të tash të punoj këtu. Qpo më lodhe shkë. E di që fillohet më ish në zemër më ati, he? Që do? I letë si ditë ke fare ti. Qfar i lesh? Po se kësa i thonë o birë, peshku në gjoll e ti gali në zjarë. Se atë drutë, po i qajmë ne. Ja dhe furën e ndezëm. Po pastaj, qdo bëjmë? Ha? Mërë djali gjajajt. Është ai takëmi që thamë, dhe që si kur dhe duke vdekur për bukë të rashoj nuk ngopen. Po kjo takëm, cili është më gjëgja? Mërë do djali, më blafos më shumë gjajajt. Vjetë që thua ti mënd më vdiqë fëmija për bukë. E vajta luta njerit për miell. Mano i thash se ta paguaj, i thash me se të duash ti. Valaj nuk kam tha se ma më në italianët. Derri, dhe pra miell, kishe miell nuk më dha. Cili që kjo? E që për pyet mua e din të tërë. Dhe një nga tregtarët. Kështu? Po kush tjetër? Jo dhe Gjesullë. Ko të ke frikë që nuk të regon emra. Ati mi leti që thua ti. T'ja për dredhin qafë, se ka shty për popullin fukara. E sole më babë? E të lëtë. Po, ka? Ka pak. Po këti që ke? Pak buk, base nuk ka ngrën. O djallë, o do. Hajta është nga fshat buk. Faleminderit, po ja të mëroj punë. Po mirë. Nuk do hafe shumë kjo. Dino, hajt me gjagjan zjerë me ndë ujtëne. Mirë. E ba. Shqipëria e re demokratike popullore do të ndërtohet sipas vullnetit të popullit, që është shprehur solemnisht në mbledhjen e Këshillit Antifashist Nacional Shlirimtar. Është një pushtet
O, që ngëni ju, shokodo. Unë jam unë. Ç'është? Kini kujdes se këte sillet në Xhameti. Mos ki mere. Vdekje fashizmit. Janë të sigurimit publik merren me spastrimin e kriminal. E njoh Petritin. Është nga djemtë e qytetit. Juve ju kanë caktuar për furrën? Po. Duhet sigurojmë bukë për popullin dhe për ushtërinë. Nëse të vinë ditë e re dhe çdo gjë duhet eci si sallë. Fura është bukë. Që këtej duhet ta nisim apo jo? Nuk jep qelsat. Plumbi mballet i ipje kishte pak. Si? Nuk i bindet vendimit të këshillit. Është koka e Nazifit, ai nuk e njeh ty. Bisedova me Qeremin. Do t'ja bëjmë ndryshe. Ndryshe që shke me të. Është pushteti ynë këtë. Edhe jo i Nazifit. Pa e ati Nazo? Unë? Po. Do të bëjmë një si punë komisione. Shkojmë. Odila, hajde me Gjergjan. Kam frikë për ty, Kamber. Po kontrollojnë për shtëpira. Ik, shkoj hidhu ande nga tezja. Të fash dhe njerë, mama. Kjo punë për pak ditësh. Çfarë të bëjmë? Shko, në qoftë se ka gjë mos hap me njerë. Mirë. Ç'dini në këto orë, mërtësi? Ikni, shkoni gjikundi. Shkoni me në vend ku mos i njohë njeri. Keq e kemi zonja Anushe. Keq. Po fundja unë i cop tregtarja. Me politikë edhe si amar. Zoti Kamber, të kam vëlla. Erdha të këshillohem. Ha, zoti Nazif. Më kërkojnë qelsat e dyqanit. Si t'ja bëj? Helmin t'u japësh. Po, zoti Kamber. Kështu si të them unë, zoti Nazif. Ndryshe të gjenë belaje. Të parin plumpe ke nga unë. Se si mendon ti, zoti Nazif? Tu dorëzohemi ne ca brekërisurve që se mbajnë të pushtetin as 24 orë. Gjermanët kur kanë ardhur, këtu jam. Po deshe, zoti Nazif, gjithë pasurinë tënde i dhe në hale. Kupton? Po ndorë të tyre as një santim. More vesh. Të mordhi si qënd. Zërini se ka ardhur. Ma ndjell zemra se do të vijë, prandaj po flasi kur e di. Ky qytet apo kryeqytet, si tu them, po ja, puna është që kam Gjermani këtu të mos shkel. Se qeveria mund të vijë këtu, prandaj të përgatitemi. Të pastrojmë qytetin nga ballistët. E të vigjilojmë. Se Gjermani mund të dojë të kthehet përsëri. Po ne ama duhet të jemi të gjithë gati. Njerëz, më këmbë. Ja kështu. Mbrëma shok. Mi mbrëma hatër. Në thanë se këshilli do ndaj ca miell. Do të ndaj, që do të ndaj. Mirë mbrëma o shok. Us pas kanë qelçat. Luemi me të mirës duan. E kërkojnë me kondak. Mo po, kokës të pjesë. Është pushteti popullit ky edhe, bëhet çaka. Të lumë të gojat. Kush e doj miell dhe të marr? Ky është dyqani i parë i shtetit tonë të ri, o shok. Këshilli ja sekuestron Nazif Hakamit. Sonte do të ndajmë sa kemi falas. Roj pushtetin popullit.
Do të ndajmë 5 tas për popullin, 4 do t'i çojmë te furra. E që mund të bëjmë me kaj pak miell, more hodo vllai. E ka fshehur keni, e di unë. Tani kaq kemi, kaq do bëjmë. Tani për tani do të ndajmë nga 5 kg. Me vonë shojmë bëjmë. Kush e doli të marrë në thesë në to. Po falë se nuk ta di emrin. Naza. Ditë peshosh nga ndar? Di. I mbajmë ne shokuatër. Të rrojsh lirimtarja. Unë po njoftoj të bjerë rojet. Mirë. A ke ndonjë torë me vete më? Kam të keqe nëna. Më rofsh më i bi. Ta hani gëzuar. Gëzuar qofsh mor bir. Hajde ti Xhelio. Mora këtë thesin këtu, thash se do të ketë shumë, po nese, sa të ketë. Të shoj peski. Hajde mjelli Nazifit, hajde sa i bardh që nga. Jo, mor, jo po për Një fjalë thashun, edhe ma shqyë dyqanin. Edhe ti mor Arif. Ti je Nazif Kërkampi? Si urdhëron, unë jam. Po një fjalë thashun. Pse kështu qanë? Ky është vendimi i Këshillit, zoti Nazif. Për mallën e sekuestruar do të merrni një ftesë. Kemi edhe një gjë, zoti Nazif. Mjellin tjetër ku e ke? Këtu shumë pak. Mjellin tjetër? Po. Ku lanë Gjerman mjell tjetër, mor zotri? Unë do ankohem, në këshill, në komand. Kjo është vjedhje. Vjedhje? I thua vjedhje e kësaj që ne ndajmë bukë për popullin. Mojësysh. Ashtu e tonë dhe. Faleminderit. Tani so vazhdo. Por edhe ca më shumë se peshon të psi. Harrova. Aj me zemër të mirë, ne, me zemër të mirë. I more gamberje? Ma bre gjakunuj. Dëgjoj këtu, Nazif. Po ule, më kej do ta marrë shpirtin. Akoma me amane dermanti. Shikoti. Një furtunë është kjo. Do të kaloj. Pastaj do të shohësh se si do t'i laj me sapet me ata. Dane! Dëgjoj këtu. Ti jesh gati. Plumbin të mos e kursesh për asnjërin. Kështu si të them unë. More. Merë vesh ti. Apo jo? Jo të keqe. Gagji! O, Gagji! E, o, dhimo. Ka na për dyqanin e Nazifit dhe pandajt mjell atje. Po, e mora vesh. Ta nisa po tërgova djalin.
Hajde më i bi brenda, se u lage. Jo, nën, faleminderit, nxitoj. Filloi koha e shirave. Bie shumë këtu tek ne. Edhe tek ne. Jemi gryk mali dhe thith shumë shi. Me të keq. Që nga një jetim. Vetëm Dinoja punon. Vetëm Dinoja. Është i vogël Dinoja për atë punë, po nuk ishim njëri tjetër. Nuk I ka krahë ai për atë punë. Ka mbetur se I paritur. Ka dhe prure tek furrë. Kishim ne plot njerëz. Edhe atë deri tha po erdhi vetë. Hej, të rejsh në lafë. Që është kjo biçim? Është një nga trimat e Nexhës. Merreni. Edhe përpara. Na gjakosi qeni. Na plagosi gafurin. Më mirë qes më lart apo poshtë furrës o Dino? Të dyja njësojnë. Unë dhe më mirë lart. Po pse? Gjeje Dino, gjeje. Është gjesa ime kjo. Si vete puna, Murxhes? Mirë, djalë, mirë. Thashun, a djegësh një takë mileti edhe të pak. Lumin duan. Ma thanë mua punën të edhe me Nazif, ma thanë. Ishte bëj unë me 4,000. Hërbi qartë bëj. Ti pse mërzitesh? Nuk e ke fajin ti. Edhe që suleve nuk më e fajin. Do është një kafshat bukur. Kam jetur aty. Faleminderit, po pak më vonë. Je mërzitur që nuk gjetëm miell? Nuk është puna vetëm te mia. Bisedova me shokun e Gjerem. Po, them të nisim kontrollin. Me hira pa hir ta nxjerrim ku kam fshehur. Mirë të nisim kontrollin. Ku? Tek Nazifi. Tek Amberaseti. Tek ata që e dim që kanë. Por e dëgjoni mua. E di unë se si bëhet kjo punë. O më nxirë mielin, unë të ngort në trumore qenë. Kriminal. Ku e ke gjetur ti të tallash me ligjet e shtetit, more? Do t'i vë përpara automatikut dhe do t'i bëj shosh për kokën e nënës po. Hajde, prito kaqë, prito. Këto punë bëhen me vendim të këshillit, jo si duhesh ti. E po unë ikën komand. Si duroj të këto gjëra. Vete u them që s'jam I Zotit ta bëj këtë punë dhe mbaroj. Se të plas me veten kështu. Dhe që nëse gjeni të varur në shtyllë ndonjë si ai Nazif gjeni, ta dini se atë punë e kam për unë. Që kur edhe Italia, kjo punë është. E fshejnë mallin në dhe. Dhe pse zë. Resulo. Po. A më thua do të në një emër amalli? Ja më thuaj. Kanë apo s'kanë miell tjetër Nazifi me shkë? Kanë. Po ku e kanë? Dëgjo këtu djalë. Ti nuk I dëron llavët e shumta, po edhe unë si dëroj dot. Ja kështu ja. Po prit, mos unë cito. Këtë miell edhe mall tjetër që kanë varrosur siç e ti. Si mendon? E kanë mbajtur vetëm kuris? Tani të kuptova. Janë ca tilla.
Apo jo madër? Apo hapër, a thuaj ndonjë emër nga këta. Lelekum. Ja këtë gjuar në është zërej Leleku ti? Jo se këshu krëk me s'ke bërë i djallë, po zë nuk nëzirë. E mora vesh. A thuaj? Në mos a i, shokët e ti. Që bënë vjetë në dimër? Harove? E di që e ka mirë ti? Na i themë, shko pas gjurë më shqardit, je shkatën e djatit. Hajde, Odo, shkojmë. E edhe ti, Nazon. Dhe jo këtu ti e djale. Gjasula për ty le kokën, se sta hëngër ka qeni shkopin. Po, ma mos ma vere, se këshu jam, unë, se e mili batës, e mi dhe e mi jam. Gjakoli, më mbush nga e përmetit. Po më ka shtyt për më qëtë. Lere dreqin o dule. Po më ka pirë qakë. Mirja bërë o dule, mirja bërë. Ashtu e donte. Po punë këtë dhe ne. Ja gëzuar. Leke? Ku? Sa dreq harkësh, sa qelqurina më tha. Pa, da, ha? Hari lovi, hari qefi. Gjakoli, 2. Qka ndodhe? Kam kapur ne Gjometin. E more ne Gjoameti. Armik i betuar me të. Flisni. Jeni kaluar tani. Kaluar është populli që pa merë fuqin. Ti qenë ke hadër? Aty është goxhua? Hajdeni, pak tu e keni goxhën. Mirë mbrëma. Edhe në pastruan. Ju bëft mirë. Mirë se erdhët. Ali urdhër. Prini ullën. Vdekje fashist. Ço. Hajde. Shkoni. Vdekje fashist. Hajde. Gjumë në ame. Ishim dhe ne pak buk për partizanët o hadër. Vetëm këta 3 mësole. Po, jemi edhe ne 2 e bëhemi 5. Apo jo, goxha? Lere atë tani se kemi punë tjetër. Dëgjo, goxha. Për këtë do të them, nuk do të më japësh një përgjigje shpejt. Këshilli dhe komanda janë në hall. Na duhet buku. Hapëm dyqanin e Arzif Hakami dhe gjetëm vetëm 9 thas. Miell tjetër nuk ka. Tani të them ty. Dite ku kam fshehur miellin Azifi me shok. Nuk e di. Ç'është kjo, more? Nëjse, më falni. Po kanë 2 ditë shokët që të erdhin gjak. Kurse që njerëz si ata, duan të në shikoj kë poshtë. Ullu ke qo. Mirë. Ja, ulla. Jo. Dua të dalin qik. Të thash që parë që nuk jam mirë. Base po të marë pak ajër. Ty më shoqet faleminderit. Atë vjen keq t'i ikim tani? Jo se nuk ta bëjmë kapulltarkën, po kemi shumë punë. Na falni, ne këta hall kishim. Hajde. Nuk ti gje goxhua.
Mos sikni të zëmbruar. Nata mirë, goxha. Ngreu. Shkote që qemi a i mund të di. Hajde, kalo. Che paglia Cemina? Cemin? E ku gjinde Cemi o goxha? Squadra Gandiu, të ardhur. Ku të në që qemi, mërë goxha? Si njeri pa njeri është ai. E po bashkë ishit të Gjakoli, ku të gjohën i shkreti? E ke pa që se qemi? Jo, nuk e Shokodo! O Shokodo! Shokodo! Ju kërkon në këshill. Ka ardhur shoku Stavri. Ju vazhdojnë, si do që të bëhet do të shimi. Hajde në shokë. O do birë. Hajde pse e thirur. Ja do më thoni tani o komandant. Si jeni shoku Stavri? Mirë, mirë. Ate që unë ndjente zemrë, o Ma ndjente zemrë, ma ndjente. Ja na e tha shoku Stavri. E po dalim o shok. Kjo punë është për shpejt. Hajde. Në vorti, kush je? Vi me urët të këshillit zotin Azif. Kur të trokasim në terë, përse nuk e hap? E po jemi në gjumë. Shkërkoni tani në mes të natës. I kuptojmë edhe ne urdhrat e këshillit, po do gdhi ditë nesër. Ore, zotin Azif. Ti që do të thot buk për popullin dhe për ushtrin? Ku e ke mielin tjetër? Mielin? E? Unë? Po të që kisha unë ju e muarët, ku kam miell tjetër unë? More, qdo ti këtu? Ha? Shkërkon ti këtu, po të them. Pse mbini akoma në qafë? Jo, more. Me dhe mek po bëjmë pështërsira në kurizin tëndë, ha? Po të bjem një qafë ty që kërje për fukaran. Hape portën. Ja, more, prit. Qeqem, e malmënd atere ti. Kur atere, mon Azif? S'ka as një muj. Do të këtë thënë për atë milli që kisha. Pa të e more në Gjermanët. Po ti ke qenë vetë, more, Qeqem. Doni të sjell një dëftes nga Gjermanët? Gjermanët ikën, zotin Azif. Dhe ata që kanë thënë nuk kanë gënjur. Ti, more, Qeqem, e di, qafën thyen. Të natë, nuk të ka hyrë njeri. Nuk qajem. Edhe ballistët thyen qafë. Edhe ballistët. More, Qeqem, po që më kujton ballistët mua. Nuk jemi leska ne, zotin Azif. Pas ke dashur të më bësh ortak në sa punë të liga. Qeqem, o Qeqem, prit. Si më thoshe ti kur vijem qaj halin? Hajde të bëjmë një punë, Qeqem, po mos e marrë vesh njeri. Hajde ta fshejmë mielin, se na e merr ushtria e huaj, mbetet populli pa buk. Hajde ta fshejmë, se na e marrin italianët, na e marrin gjermanët. Mirë të kam thënë unë, të mos e marrë ushtria e huaj, po të haj populli. Ka qenë kështu apo? Kështu ka qenë. Nxirre pra mielin të haj populli. More, Qeqem, po ç'miell të nxjerr unë? Ti të më thuash të fjalë. Se sa miell ke ti e di unë më mirë, se kam ngarkuar me këto shpatulla. Dhe asnjëri sa ka marrë, po nxirre. Nuk është Qeqemi për hile. Ti i bëke këto punë. Ti e ditë ke më mirë se unë, more evgjit. More, po kujt e thua ti? Ashtu? Fukara jam. Hamal jam. Po jo njëri pa cip. Mua të më nxjerrësh gënjesht harti. Këtë fjalë se ma ka thënë njëri. Do t'a gjej unë se ku e ke mielin, soj sërze birë, soj sërzi. Qeqem, do ma paguash këtë që po bën. Urdin e ma nga këshillu, se kam nga ty. Qeqem. E po ka ligje tani, shokuatër. Ti je këshill këtu, apo këta? Po të ketë drejt këshillit kontrolloj, ti, po jo të tjertë ama. Nuk është hanë shtëpia ime. Po ti pse trëmesh kur je i larë? Me urdhë të këshillit po kontrollojmë. Hapini derën.
them se s'kam para, ta I kam të mijat. Qeçem! Doni malli, doni para. Se non me para I kam ne. E djali! Goxha, gjana në që s'kia gjë. Hamza, dilë se mos I bën një goxhësej. Inshallah se I bëno gjë pa. Ku të vete? Ku të ankojmë? O pike zetë që më gjeti. Çfarë shikon more ti? Spiti për tjetër e shikon? Ja, zine. Jepi. Oj, he! Do të bëjmë inventar të rregullt. Rekuizim brenda ligjeve që kemi. Ku pyet derri se shku një qime. Ta marrim ndonjë arë nga këto më byraze. Ha? Jo, Qeçem. Ky tani është malli I popullit. Ne na duhet vetëm mielli për bukë. Tjetër asgjë do të prekim. Hamza, Urdhon kaqë. lajmëro të sillin roje këtu. Shkova. Dino! O, Dino! Tu janë ato? Dino! Tu. Nga në gjithë në zo? Ju kam kërkuar gjithandej. Me zi u gjeta. Më tha Gjasuloja. Thash mos I flije gjumë Dinos. Është shumë I lodhur prandaj. Nuk më flet më jo. Duheshin ca fener dhe ja po I rregulloj me Dino. Ju mbarova tande? Gjetëm plot gjëra tek ai. Po, më tha dëri. Dino shko të flesh. Nuk I qim jo. Është kokë fotle të ri. Po këta fener. Po përgatisim. Na duhet për ustallarët që po punojnë. Alla dhe me fitilat. Na duhen të paktën edhe një 6-7 sopë. Po na duhen shpejt. Shumë shpejt. Nuk ëngrët as pak bukë. Do të am sa të marrim këtë punë.
Shiko. Hehe. Pash dritë thash me vete. Ç'është kështu? Për atje? Po për atje. Po ti? Ruan Xhavisini. Me ka ngarkuar këshilli të ruaj qysh nga shkolla e deri tutjet e këfura. Nuk kam mbaruar akoma lufta djalë. Keq e kemi edhe me centralin. Do bëjmë si do bëjmë edhe sonde. Po për Vajguri e kemi keq. Vajguri? Do të dërgoj njërin central, ta marrë dhe t'u asjell. Miru pafshim. Punë të mbarë. Mbarë pak. Mirë mbrëmë. Ne vajzat gati jemi. Hajde. Atëre gjithë shka duhet të regulohet edhe të pastrohet sa më shpejt. Varit e qofshtë. Shumë mirë të djali. E diti, duhen shpejtuar punët, se do reguluar dhe salla e mbledhjeve, se do të na vjen shumë përfaqësues. Mos kime rako, komandant. Po ti, Petrit? Më thanë që ishe këtu dhe erdhe. Si ke qenë? Mirë. Unë e dja që ti kisha ardhur. Te kërkova. Po, sonde kemi shumë punë. Prit se po dal pak. Ati ishte shtabi, po këtu? Këtu? Ti në sill edhe inferner tjetër. Po si jo? Qeqem, edhe dy rruke. Vlov, e? E vële lek, që shi ke kratë? Të lumë të. A, sa kole dhe gjaqa. Më ranë sfit gjithande. Më thanë që kisha ardhur. Po ku shkoj ky, thash me vetë. Më bëj ka qërë si kur të shia. Gjithse kohë më jam kujtuar lloj gjërash. Po më shumë më shkujtuar familja. Atë kujtohet atëherë në kopshin e baba gjyshit kur ishim vegjël. Na mund bëja një kukur prej leske dhe vendosja një qoshe të shtëpisë. Kurse ti mblidhje mollë pa bëra dhe mi sillje mua. Po ty si tu kujtua kjo? Kurse unë rria gjithë ditën të kjo edhe luanin bashkë. Po një ditë, kur unë u fsheva mrapa shekës dhe ti më kërkoje. Kjo s'm kujtohet. Ndoshta e kam parë në ëndër. Ku e di unë? Kam menduar gjithmonë për ty, Petrit. Edhe unë kam menduar. Po ne tani sikur u bashkuam dhe më duket për gjithnjë, apo jo? Po unë do atri gjithmonë me ty. Po që do? Ju tani keni punë. Mua më presin. Edhe mua po më presin shokët. Pastaj ende se kemi shliruar gjithë Shqipërinë. Nesër do dalesh më përsjellës? Që thua? Si ja? Unë kam përgatitur dhe një dhurat vogël, do ta sjell nesër. Mirë. Miru pafshim. Miru pafshim. E një manushaqe të bie në Beksës. Manushaqe? Cila është kjo? Një partizane. Ishte vrarë pa 4 ditësh. Që pari i prun lajmin në Beksës. Kjo është shtëpia e saj. Ishim shoqe të ngushta. Shtu? Ja, bëj.
ja se si më vjen. Dërë shumë gjak për Lili. Për ata që ra nuk qahen, ishte amaneti tyre. E di. Po edhe 4 ditë do ta shikonte nënën e saj. Edhe pak ditë dhe çlirohet e gjithë Shqipëria. Po lufta nuk mbaron me kaq më nasë. Ja. Qyteti sot u çlirua. Po lufta vazhdon. Vazhdon me kamberët, me nazifët. Dhe kjo do të jetë një luftë e gjatë, sepse bëhet për një jetë tjetër. Asgjë nuk duhet bërë në duart e tyre. Morë vesh. Asgjë. Përpara se që qemi t'i shpjerat atë depot, ne duhet i t'jekim vetë ato. Ata edhe mund t'a marrin pushtetin, por ne duhet t'u presim bukën. Morë vesh. Bukën. Depon e Zotit Nazif e zbuluan. Mallrat i sekuestruan. Por ne nuk duhet të lejojmë që të zbulohen të tjerat. Malik, urdhëron. Merr Izetin dhe nisu vrap. Si urdhëron. Ti pion? A u lodhe? Pak. Po ti? Edhe unë u lodho. Ky gjithë ditë nuk u shëllur fare. Shumë i përpjet ky qytet. Po ti ama duhet i kesh këmbë të forta, Dino? Oh, po s'unë e mbajta shumë për funën. Ti do të rish? Ku? Në qytet e ne, ta shikosh ti do se si ngjite murmure të Kalasi Kec. Partizanët do të rinë për gjithmonë këtu? Sa do të rinë, sa do t'i. Ti do t'ikësh? Nuk e di. Po pse s'ri ti Hodo? Nesër ne prap do të pikim bukë. Prap të ndezi fenerët. Dritat e fenerëve qenë vetëm për sonde mërdhir. Nesër do të ndisen dritat e centralit. Pastaj drita më të mëdha do të ndisen. Ja do t'i bësh ti. Cilat? Po dritat pra më të mëdha. E ku di unë të bëj drita? Po do të mësosh Mërdinu. Do të shkosh në shkollë. Dhe di se si? Në çdo qoshe të qytetit, në çdo portë, në çdo dritare do të ketë një dritë të madhe me elektrik. Pa mbylli syt. Mbylli syt edhe bëj sikur shikon drita kudo në qytet. Ka i pe? I pash. Ja kështu do të bëhet ke për të parë. Hajde. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mbrëma. Më duhet vetë ande nga dyqani të shikoj se që bëhet me shpërndarjen e mjedhët. Po ti u lodhe Hodo. Po pastaj pra të premtimi. Cili? Pa nuk të tharne që të vish në shtëpinë tonë për të hëngrë pak bukë? Ja, këtu e kemi shpinë afër. Hajde, ma hajde. E po mirë. Po jo, aty mund. Ja, do t'i shkull veshët. Isë këtu tash. Po më lartë. Po te qafa mirë. Po pra do edhe. Po dëgjoj, lëri shakace më dojën sot. Edhe një çik, edhe më lartë. Shtirë këtu. Ande shtirë. Mos mor se ma bëre kurizin aku ma bëre. Hajde lëri shakace, shtirë këtu. Ande shtirë. Ai shtrave?
Shplava. Shplava. Po, si e bërë këtu? Ti sigur ke qenë në kazan e serës. Hajde la. Ja, mëre, do të lash hakun ti. Ja, do ulluni aty. Hani dy kafshita me dimën. E po, për të mirë. I për të mirë. Pas ka marrë uri, e? Oh. Aha. Po të mbyllën sytë në duke. Ndjekin pak nga sapunin. O do? I plagosën në njerëti? Njerë. Kur? Në kra. Në kabin cifël mortari. Që ma bet që bën ky. Po zori të pyes ky. Nuk di të pushoj. Ama dhe ti mirë. Do bisedojmë. Atë jo, do në mahet, mamo. Po si kështu të flijet? Sa të shplo pak ujës. Ati se unë ngrirë prapë. Dina, po që bën kështu? Qohët, ke qenë motre? Ja, në qitë. Lere sa është lodhur shumë sot. Vetëm mbuloj me diçka që mos të. Hajde. Opa. Hajde, mos i kri këtu. Shmënësori mallin e të mirë. Kam edhe unë dy vëllezër të vegjël. Ja kështu i zë gjumi kur kthehen nga punë. Ke shumë pa i parë? Një 4-5 muaj. Kemi qenë largë. Sa i gëzuar që ka qenë sonte. Nuk e kam para asnjëherë kështu. Është një çik i mbyllur, po. Sonte sikur u bë tjetër njëri. Pa hajde këto mos i lër. Jo, faleminderit unë gopa. Kam pa kafe aty, po ta bëj një. Po lëre që të... Na ndodhe ta bëj shpejt. Faleminderit. Më duhet shkoj tani. Po ti ri. Që më e keq të zjo. Është lodhur shumë sonte. Kështu e ka i për do të zjohet tani. Nuk që lodhi kjo sonte. Po, nuk që lodhi. E di, këto ditë vjen këtu qeveria. Vetë komandanti. Do të vi qeveria? Vetë komandanti? Po. Prandaj po rregulloj shtëpia atje. Sikur ma mirë të më. Di që po kuptoja. Prandaj mua do të më falis. Kemi shumë punë sonte. Të faleminderit për darkën. Nesër do të vim prapa atje? Me Adërin apo? Mbase unë nesër do të shkoj.
Brigadat kanë marrë urdhër të sulmojnë gjermanët që janë mbledhur këtu afër. Do t'i qërojnë njerë nga rrethinat e qytetit tuaj. Se kryoj qytetin, pastaj nga i tërë vendi. Dino si thuaj se dua si vllain e vogël, dhe do ta kujtoj shpesh. Ai do vi të takoj. Ta këpusin garafil. Këputa. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupaf. E po mbaruam dhe për sonte. Po, mbaroj edhe kjo punë. Kompania e shërbimit dhe spitali. Mirë. Shtjerë. Shesys ka bej, ka laja, ha? Ashtë ka puti gjumi mori shkret. Hajde, tremim njërë? Hajde. Ashtu dhe... Mama këtu. Qkishin pje, o qkishin pje, o qkishin pjela, o jato nana, o qkishin pjela, o jato nana, o ato nana, o të kokona. Qafa jau, qafa gjata, kërci hola, o kishin pje, kishin pje, kishin pjele, para tërau. E të këndov zemra, gaqa. Ja sa e trëmëm Gjasulo. Hajde të turur, hajde të tali kapshat buk. Ja dhe kapitani Gjasulo zari. Hajde birë, hajde. Ja erdha të marrën qik gaqën edhe amzat. Mora veshur, mora vesh. Po nga ta di unë i vafi se kur jeti me ato fjallë që më thoshe që parë. Le, mora vesh. E mora vesh, po. Arka ku sharka thuaj. Ku kështu? Tek sheshi ka festë. Do vish dhe ti? Kam punë. Do të kërcem gjithë natën. Hajde!
Ndeshe miell për komunistët ti. Na! Ikin shpejt. Shkoj në shtëpinë tënde, atje nuk kontrollojnë me. Që thua ti, i furnizuam të gjitha kompanit. I mbashënim ai, Hamzaj. Tani Gjasulua pjek për popull, more vesh. Po këtë karafil, që kem? Karafil? E këpute në një saksi. Ja. Me këpute në një saksi, apo ta dha në një thëllëz? Shtë të dhëzë Gjasulua, kemi ende luftë pak. Po të lufta do më rëve birë. Se ja, Gjermanët, po e thuj në qafër më kese pepinat. Do për në dasën, pasë. Si thua ti? Da e mos më Gjasulua. Jo se, kam dhe unë një partizan. Dale, thotë, më rëve lufta pastaj. Jo, po, dale i them unë. Ta gje unë një nuset pastaj. Si thua ti, kam thërë mirat e tipit tu? Qeqemin! E ka lufra. Dorzohu që mbirqeni mos u fshi skutave! S'më duke si dorë nazik. Duhet jetë në i peshki madha aty brenda. Kini kujdes se po dal nga mbrapa. Çka ndodhur, djema? Ja këta pisa qëpse. Ta kisha vrarë si një qenë atje në dyqan dhe të kapër mirë për shtetet. Po në qëfar po bëjmë këtu? Qëfar po bëjmë këtu në mune? Jemi apo si jemi në vetën? Po i vëzjarin unë edhe i përvëlloj brënda, me kushë me maqë. Ka qo, prit! Prit të mori, djalli të mori.
Mos e shkel mor birë se është buk. O, zogu i qasulës, po ku je ti, ma? Ku je? E, të shkretat më djegin se s'kam fjetur fare, ndaj. Jo, ti nuk i pe bukët një pojtë një qasulë mbëra. Si ke par, hajtë një qasulë, t'ja pësa të duash. Po në ka mangër gjasullë. Po jo si këto, të janë shumë të ëmbla. Me qiqra? E jo, më të ëmbla akoma. Jo, bukë si këto gjasulla nuk ka pjekur kur. Hajtë mi gjasullë, hajtë japën dy tash. Ama që ma gjeta atë gjëzën time, Odino? Ma mirë që s'me larta pa po shfurës, si thua ti, eh? Po të dyja njësoj janë. Ja. Po këto yll kush ta ka dhënë? Po i tjetët e Jasteku dhe e Qepa. Po unë e di se kush më ka dhënë. Kush ta ka dhënë? Kush? Po doja ku është. O, po, në zuri gjumi. Gjasulo, na kërkon komisarin e të furës. Komisari? E. E pse? Hajë se duhet marrë dhe nazua. Hajde. Vendosim një karike aty. O nazo, ase na kërkon komisari. Vazhdoni ju vajza se erdha unë. Për çfarë na kërkon? Po ku ta di më bi, hajde. Hajde tjetër që. Ku shkoni? Na kërkon komisar. Mirë. Hajde. Komisari është lartë? Më shohje më shpejt. Hyrë. Sho komisar erdhëm ne. Ju kam thirrur për t'ju falenderuar për punën e mbrëmshme. Keni pjekur tërë ato bukë. Po dhe një Gjasulo, puna akoma më të mëdha në presin. Do të vim përfaqësues nga gjithë Shqipëria dhe do na duhet hapim edhe furra tjera. Ore, bite gjagjajt. Pa pse os më treguat? Po mblat turprohem, apo s'kam këputër mbrëm ca të trashoh me ty që... Ti gjo këtu rëbish. Ti mbrëm mua më tregojnë gjë të madhe fort. Një goxha komisar dhe pa qibër, që vetëm nuk mbaheshe më të madhe, nuk doje të dukeshe, po ushtrohe ashtu siç duhet në këto hallet tona. Po djem tani në Gjasulo. Po, Ader, po. Kështu të paqa për herë. Tani gjithë si që jemi, vemi pim nga i kafeja dhe tek fura, e të na i bëj qo qupa, po dëgjo, të na i bëj të mira. Haj, haj.